masazhi lifting, pse është kaq i rëndësishëm për fytyrën dhe çfarë benefitesh na sjell? Atëherë nëse ne fillojmë në moshat më të hershme, duke bërë dhe vetë, sepse do marrim parasysh që jo të gjithë Cilat moshat janë më të hershme për shembull? Ku fillon? Kur duhet të fillojmë? 28 vjeç, sepse aty fillojnë rrudhat e para. Ka qenë 25, po duke qenë se tani çdo gocë e mirëmban veten e vet, merr produktet e mira, i shkon dhe më mbas lëkurës, është rritur më pak numri i rrudhave dhe i moshave. Pjesa më e shumt që e bëjnë masazhin është mosha e tretë, ose si për 40 vjeç, por këto janë klientët e tu potencial, kur themin ato që kërkojnë më tepër për masazhin e fytyrës. Klientët e mi janë mbi 40 që vinë për masazhin lifti. Mosha e tretë, domethënë. Po, që e bëjnë rregullisht. Jo, nuk është mosha e tretë. Po bëjnë mosha e tretë është mbi 80. Po e bëjnë që kështu si me... Por që edhe gocat, por tham që mbi 40 e sipër vinë rregullisht, e mund ta bëjnë dhe 3 herë në javë këtë masazh. Por dhe në kushtet e shtëpisë, ne mund ta bëjmë çdo ditë këtë masazh. Vetë me veten tonë. Po, vetë me veten tonë. Si domethënë japim ato elementet ndryshues të elasticitetit, tërheqjes. Nëse ne bëjmë rutinën tonë çdo darkë, larësi, skrabi ose serumi, çfarë ne përdorim, atëherë, duke filluar tek serumi dhe kremi hidratues, ne duhet ta aplikojmë me masazh. Me disa teknika të vogla, si tek qafa, tek dekolteja, tek mollzat, pjesa e mjekrës së dyfisht që kemi trajtuar. Duke qenë se më kanë shkruar disa goca nga puntata e fundit që ne bëm, që më ka dhënë rezultat, më është definuar, sepse normalisht presioni që ne ushtrojmë gjatë masazhit është aq i fortë sa pjesa e mjekrës definohet. 2-3 hapa përpara se të bëjmë masazhi lifting tek Stella do të përqendrohet për pjesën e theksimit të mollzave dhe pse është e rëndësishme dhe ku duhet të veprojmë, si duhet të punojmë me mollzat tona të gishtave në fytyrën tonë në momentin që nuk kemi vajtur tek estetistja. Më trego pak 3 hapa të thjesht, pasi kemi pastruar fytyrën, do aplikojmë kremin apo serumin çfarë vendosin zonjat, çfarë duhet të kemi tjetër parasysh, që ne ta mirëmbajmë lëkurën? Po, janë disa teknika shumë të vogla, tek pjesa e mollzave e kapim në këtë mënyrë dhe e tërheqim me këtë gishtin kështu. Po e provojmë. Unë në fakt në divan çdo darkë në shtëpi në aplikoj. Që gishtat të prekin pjesën kocëskore, po thua? Kjo është e rëndësishme? Këtu edhe ngrihet në këtë mënyrë. Po. Ato që e kanë bërë masazhin lifting e dinë që estetisti atyre punon në këtë mënyrë, duke ja kapur mollzën dhe duke e punuar dhe me gishta në këtë mënyrë. Kështu veprojmë me të dyja anët. E po ta vësh re dhe mua këtu muskuj, sepse fillon qarkullimi i gjakut direkt bëj aktivitetin e tij dhe kështu nxisim dhe kolagjenin. Kjo është e rëndësishme, pra të qarkulloj gjaku, të nxitet kolagjeni dhe fytyra të fitojë elasticitetin. Kjo quhet edhe për pjesën e syve e bëjmë në këtë mënyrë. Po. Sa minuta duhet të na zgjasë ky proces? Varet. Varet nga koha që kemi në dispozicion, por edhe 10 minuta është mjaftueshëm. Balli, që ka nevojë? Unë nuk kam por që në këtë lloj... Ti nuk e nevojë, po ka nevojë ato që duan në këtë lloj mënyre. Jo, doja të thoja që balli kryesisht vetëm nga mimikat rrudhet, sepse është gjithkohës i tërhequr dhe është pjesa më e madhe e lëkurës në fytyrë. Edhe nga mimika, po edhe nga qëndrimi ose mbajtja e kokës gjithmonë poshtë në telefon, në gatim ku punojnë zonjat. Gjithashtu double chini, varet lëkura se është forca e rëndesës, na treq toka, kështu që na treq edhe lëkurën dhe ndaj kjo quhet një fiskulturë e fytyrës që është e pamundur që ti ta bësh në përditshmëri vetë, po kur je në divan duke parë televizor, unë them gjithmonë, pak masazh. Nëse ai do të jetë sistematik dhe i përditshëm, do të ndjehemi dhe më mirë, do të jemi si më të pastaj kemi dhe ato guashat që mund t'i përdorim, që janë gurët natyral, që mund t'i përdorim dhe janë shumë, kanë dhe ato benefitet e veta, sepse duke qenë se është i përçojnë në lëkurë. Edhe për mollzat janë shumë të mira. Le të fillojmë me demonstrimin konkret të masazhit. Mezi po pres. Atë bie që ky masazh sigurisht është më mirë kur personi do t'jetë shtrirë, por ne sot mund t'a realizojmë edhe kështu për t'a parë më... Ne po përdorim një vaj xhoxhoba që mund t'a përdorin edhe në shtëpi nëse dikush ja bën dikujt tjetër, motra edhe. Fillojmë me mollzën.
Pra, derisa të preket struktura kocëskore. Ja kapim në këtë mënyrë. Dhe aty definimi i pjesës së mjekrës. Mund të aplikojmë një tërheqje e lëkurës. Stella, si po ndihesh? Perfekt. Na mungon të kjo muzika. Sepse ka rëndësi jo vetëm qetësia që merr përmes prekjes, por edhe qetësia përmes dëgjimit të një muzike të lehtë. Mund të jetë një moment shumë intim me veten, kur mund të aplikohet, pra gjithmonë kur këtë masazh e realizojmë vetëm në shtëpi, sigurisht që kur kemi duar të tjerë që e aplikojnë këtë masazh, është akoma dhe më miq, domos nga duar profesionistësh. Strela, sa vite keti që bën kështu masazhe? Shkoj viti 6. Viti 6. Nuk janë shumë, sepse ka edhe të tjera që kanë shumë eksperiencë. Po janë shumë fytyra që ke kaluar në dorën tënde. Stella, për shembull, është person që ka dhe mollza. Vetë edhe mund t'i definohen më shpejt se një person tjetër që nuk e ka genetike. Mollzën, ose është forma e fytyrës e tillë që nuk e definon dot, sido që të jetë, po me kalimin e kohës edhe ato që kanë mollza sigurisht që pësojnë transformime, le themi, të vogla, por normalisht ne kur e bëjmë gjithmonë këtë lloj masazhi, kemi gjithmonë benefite shumë të mëdha. Pra është vendosur maska, pas maskës e kemi larë. Është ky masazhi që e kërkon fytyra. Shiko, po bëre një masazh kam vënë që ta kërkon fytyra, të duket sikur diçka të mungon. Dhe për pjesën e ballit. Ajo është për të qarkulluar gjaku, për të aktivizuar qarkullimin e gjakut, pa ashtu kam dëgjuar që edhe te pjesa e veshit, te pjesa e limfës, fillon edhe aktivizohet. Edhe këtu që kemi limfat, mund të... Sa zgjat një masazh i tillë? 30 minuta deri në 1 orë. Varet nga kohëzgjatja. Ne në shtëpi mund ta bëjmë 30 minuta sepse ka super benefit. Te 1 orë flasim për ne që po, gjithsesi në shtëpi vetëm mund ta realizojmë dot kaq mirë, me thënë drejtën, duke pasur parasysh se të dyja duar vjen në punë dhe tjetrin e ke më në kontroll, për shembull, nuk mund t'i bësh janë këto disa lëvizje. teknika që vijnë shumë natyrshëm. Për ne që e kemi pjesë të profesionit edhe është e dashurojmë profesionin. A ka filluar të jetë kjo tendencë tani më tepër se sa injeksionet apo trajtimet e tjera që kërkojnë në filler apo injeksionet? E shtyjnë sa më shumë pjesën e injeksionit, jo se ka ikur fare injeksioni, po e shtyjnë sa më shumë dhe mirë mbajnë me masazhe. Nëse injeksioni bëhet një herë në 3 muaj ose një herë në 6 muaj, mundojnë ta bëjnë një herë në vit. Dhe duke e mbajtur në këtë formë. Dhe këtë tendencë e kam hasur shumë kohët e fundit, duke qenë se vinë dhe thonë, e kam 6 muaj, për shembull pjesën e injeksionit dhe dua ta mirëmbaj me masazhin lifting. Se dhe pjesa e injeksionit reaktivizohet kur ne bëjmë masazhin lifting dhe nuk është e nevojshme që ne ta bëjmë aq shpesh sa e bëni. Po të shohim, fytyra e Stelës është më relaksuar pak, po. Skuqja patjetër nga edhe qarkullimi, nxitja e qarkullimit të gjakut në fytyrë dhe fytyra ndihet më e çlodhur, më e relaksuar, lëkura merr elasticitet dhe imagjino kjo procedurë të bëhet në mënyrë të vazhdueshme, të përditshme pothuajse, se sa benefite do të ketë. Pra të jetë si pjesë e rutinës tonë të përditshme. Stella?
Për pak të zuri gjuhë. Tani unë do thosha që të zgjaste 1 orë gjysmë puntata, si di ka duart e mrekullueshme edhe duket gjithmonë unë shkoj her pas here që bëj këtë masazhin edhe dukem kështu. Si është reagimi i zonjave pas një masazhi fytyre, trupi, se ti bën dhe lifodrenazh, domethënë dhe më thellë shkon në procese të tjera? Tek masazhi lifting janë të gjitha sikur kanë bërë një gjumë aq të thellë dhe zgjohen të gjitha shumë të relaksuara. Dhe janë shumë mirë. Si ndjesh ti kur merr atë përshtypjen apo reagimin? Unë sa po mbaroj procesin jam kështu që shife pak veten në pasyrë, ndërkohë që ato e kanë krijuar atë besimin dhe nuk duan ta shohin më, sepse e din pjesën e rezultatit, por unë jam shumë e kënaqur kur më shumë vin për fytyrën apo për trupin ka kërkesa më tepër nga zonjat? Më shumë për trupin. Për trupin. Edhe mirëmbajtja e trupit është proces i rëndësishëm dhe i lodh shumë për ato që e aplikojnë, se llogaritë sa forcë duhet, teknik gjithashtu, për të marrë rezultatin që pretendohet dhe që pritet nga të tjerët. Faleminderit shumë të dyjave. Faleminderit juve. Ne mund të shkëpusim dhe kemi publicitet, por ti mund të vazhdosh procesin ta definosh deri në fund. Faleminderit edhe njerë, një ditë të bukur ju uroj, ndërkohë ne do të përshëndetemi këtu së bashku dhe do të vazhdoni me programacionin e Report Televizion. Mos harroni, kujdesuni për lëkurën tuaj sa herë të mundeni, para pasqyrësh në divan, shtrirë, kujdesuni sepse do t'ju falenderoj një ditë lëkura juaj. Mirupafshim.